Sepse libri i Zotit ju mëson të respektoni nënën, babain, adheun, vatanin, ju mëson të shkolloheni, të merrni zanate, të jeni të aftë, të mos jeni të paaftë. Kurse rrugët e qërsokaket, e qëndrimi natën deri në agim të mëngjesit, duke u dërdëllisur, e duke u mavjosur, e mutafosur në rrugë, duke a thyrë shpesh herë nënës zemrën edhe gjysheve t'juja, duke i lërë ato në vetmi, gjithë natën duke u sërollatur me alkohol, me drogë, me gjëna të pista, edhe duke mos e ditur ku e ka shtëpin, e duke mos e ditur çfarë synimesh edhe çfarë qëllimesh ka për jetën e vet ky i ri. Rini kam pas shkruar para shumë vitesh në librin tim Islami dhe ideologjia, kam pas shkruar një artikull shumë interesant. Dhe jam mundu ta promovoj si artikull Rini pa vizion. Shohim pra një rini që nuk ka asnjë lloj vizioni për jetën. Nuk ka asnjë lloj perspektive për jetën. Në vend se të shkojë në kurse avancuese, të forcohet nëse është matematikant i mirë në matematikë, nëse është ligjërues i mirë, të forcojë pedagogjinë e ligjërimeve sepse ndikon në motivimin e jetës dhe i motivon pra njerëzit për jetën. Dhe çka ndodh? Pra gjitha profesionet ose zanatet përgjithësi t'u jepet më shumë resurse, t'u jepet më shumë energji aty në zanateve. Pyetja e parë që kur takon një të ri është: po, çfarë do bësh ti kur të rritesh? Ose cili është qëllimi jot? Të s'di gjallë, thot kot, u di gjallë. Mirë. Jo, s'është mirë. Njeriu duhet të ketë pra synime, të vendos qëllime jetës tij, jo të jetojë si në avull ose si në mjegull ose si në errësirë. Sepse ky Kur'an është dritë, është nur, nurun ala nur, nuru samawati wal ard. Është dritë e qiejve dhe tokëve. O me bejnë hum dhe çka ka mes tyre, gjithë çka ka ndryquar Allahu në këndin e perspektivës.